E pra të nderuar miq, ja ku po vazhdojmë të takohemi së bashku në kanalin Monitor TV për të sjellur pranë jush debatet edhe diskutimet që kanë nisur ditën e sotme. Siç duket të gjithë banorët i ka kapur ky ankthi i Prime-it, shumë e ka kapur Laertin, i cili sot po diskuton me të gjithë banorët në shtëpi. Fillimisht e nisi diskutimin me Gertën, ku e vazhdojnë ta tërheqin atë perin e asaj ngjarjes që po përflasin shumë e shumë dhe më pas vazhdoi diskutimin e tij me Gjestin. Laerti akuzon Gjestin që Egli dhe Rozana po e mbajnë atë në kuris. Laerti gjatë një diskutimi ka thënë kështu: Rozana ka diskutuar me Gjestin dhe i ka treguar se më ke hedhur rrobat në tokë, ka qenë një ngjarje që ka ndodhur ditën e djeshme. A do me shkatëru shtëpinë? Na thuaj që të dalim për jashta. Dje të ka pëlqyer se ka qenë Egli duke bërë këtë lojën, se ke disa ditë që po i shkon nga mbrapa. Ke thënë hajde se Egli ra, po e gjëmon nga mbrapa. Më pas Gjesti thot, nëse dua të pajtohem, shkoj dhe i flas. Ndërsa Laerti vazhdon, ti e do Eglin, ti hypësh prap në shtëpinë e të çoj deri aty ku të çon. Po të mban në kuris Egli dhe Rozana, ti martohesh për loj me Eglin. Laerti thot, ty Eglin dhe Rozana të mbajnë në kuris, këtu të dyja, ti këtu brënda. Gjesti thot, edhe ti të mos e kishe Valbonën. Do me thënë, Laerti nuk e quan Gjestin si një banor të shfort, nuk e quan Gjestin si një banor të zëshëm, nuk e quan Gjestin si një banor me diskutime, por e quan Gjestin si një banor të thjesht, të cilin lojën e tij e bën më të suksesshme, e bën më të vëmendshme, e bën më interesante Rozana dhe Egli. Po të mos jetë Rozana dhe Egli, Gjesti nuk ka se si të luftoj në këtë lojë. Ju e dini shumë bukur që Gjesti ka prishur raportet edhe me Rozanën, Gjesti ka prishur raportet edhe me Eglin në këtë shtëpi, dhe Laerti thotë që ti nuk e ke lojën tënde. Gjesti u mundua sot që deri diku do me thënë të çon mesazhin te Laerti që unë jam këtu vetëm dhe nuk më duhet mua dikush për të qenë i suksesshëm. Tani ne nga jashtë mundemi ta gjykojmë dhe ta vlerësojmë lojën në mënyrën se siç duhet vlerësuar, do thënë Gjesti vërtet i ka përballuar i vetëm të gjitha këto dhe i vetëm është munduar që t'ia del, por siç duket dyshimet janë shumë të mëdha te Laerti dhe ja thot këtë gjën. Ndërsa Gjesti i tha që ti tha e ke Valbonën dhe mundohesh ta nëpërmjet Valbonës të krijosh këtë imazhin se kush është banori më i suksesshëm apo banori i cili lufton në shtëpinë të njëri tjetrit. Dua të marr mendimin tuaj. A mendoni juve se Gjesti, do me thënë, jeton dhe vepron në shtëpinë të dikujt tjetër brenda asaj shtëpie në Big Brother? Dua të marr këtë mendim.